Në zgjedhjet e 11 majit, unë do të kandidoj në qarkun e Tiranës në siglën e koalicionit Nisma Shqipëria bëhet. Po si mund të votojmë ty, Pano? Më pyesin shumë. Ligja ime është, kjo është fleta e votimit që do të jetë në 11 maj. Dhe mund të votojmë shumë. Tek lista e partive dhe koalicioneve shkojmë tek numri 6 dhe vendosim një kryq aty. Ky është koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Tek koalicioni shkojmë tek lista e hapur dhe gjejmë Panajot Soko. Vendosim një kryq edhe tek Panajot Soko. Dhe kjo është mënyra se si mund të votohet. Vota juaj është një përgjegjësi e madhe për mua. Dhe do të bëj ç'është e mundur që ta përfaqësoj sa më denjësisht në Parlamentin e Shqipërisë. Faleminderit të gjithëve që votoni për mua.